demonet, përveç se janë entitet jo organik, janë element natyror. Ato krijohen spontanisht së bashku me shtimin e të pandërgjeshme të botës jo organike në të gjithë dimensionet. Tipari bazë i tyre është lufta për mbijetesë. Ata nuk kanë funksione personaliteti si eksistencë e shpirtit, për shembull. Këtë e ka vetëm njeriu në botën organike. Bota jo organike nuk mund të krijojë energjinë e vet. Energji mund të krijojmë dhe akumulojmë vetëm ne, qenet organike. Në botën tridimensionale fizike që ne e quajmë. Akumulimi dhe rruetja janë forma të botës fizike. Për këtë arsye, qenit organike duhet ta marrë energjinë nga qenit organike si parazit. Duke qenë se jetojnë dimensione më të larta se fizika, ata manipulojnë lehtë qenet në botë fizike, të cilat janë të kufizuar në ndarje fizike. Qenit jo organike i fiksojnë ato dhe i detyrojnë që të veprojnë në mënyrë që të krijojnë ushqim. Ushqimi i tyre nuk është fizik, por energjetik. I përbërë nga frekuencat të veçanta që krijojnë nga emocionet që qenit rrezatojnë, veçanërisht emocionet e frekuencat të ulta siç janë urrëtia, flasim për ne, frika, sëmundjet, varësia, xhelozia, vuajtjet dhe në fund vdekja. Ndikimi i demonëve direkt apo indirekt është gjithmonë negativ dhe njerëzit bëjnë burim energjie për të ushqyer entitetin negativ që i posedon nëpërmjet të pandërgjeshmes.